Në përpjekje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, SBA është e gatshme të shqyrtojë njohjen e Krimes si pjesë e territorit rus, raporton agjencia Bloomberg. Rusia e pushtoi Gadishullin Ukrainas në Detinezi në vitin 2014 dhe më pas aneksoi atë përmes një referendumi të kontestuar në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare që nga ajo kohë Krimea është ndërruar në një bazë strategjike për flotën ruse të detit të zi. Ky sinjal nga presidenti amerikan Donald Trump shihet si përpjekje për të ecur përpara marrëpushimin mes Rusisë dhe Ukrainës, ndërsa Moska deri tani ka treguar pak interes për negociata. Kievi ka shprehur gatishmëri për dialog, por ka refuzuar i prerë të heqë dorë nga territoret e pushtuara, përfshirë Krimen dhe zonat lindore të vendit. Megjithatë, burimet e Bloomberg theksojnë se nuk është marrë ende një vendim përfundimtar për Krimen. Partnerët ndërkombëtar dhe perëndimi, përfshirë edhe Washingtoni, kanë kundërshtuar vazhdimisht njohjen e aneksimeve ruse. Presidenti Trump ka deklaruar se dëshiron të shohë një marrëveshje shumë shpejt, duke paralajmëruar se në mungesë të marrëveshjes nga të dyja palët, SBA mund të tërhiqet nga procesi. Nëse ndonjëra palë bën të pamundur, do të themi thjesht jeni kokë fort, njerëz të tmerrshëm dhe do të heqim dorë, por shpresoj të mos ndodhë kjo, mësohet të ketë deklaruar Trump.